Do befasoheni me atë që i ndodh trupit tuaj nëse flini më pak se 6 orë. Nëse flini më pak se 6 orë çdo mbrëmje, kjo mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Ekspertët kanë shpjeguar pse është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje kohës zgjatjes së gjumit. Një sistem imunitar i dobësuar është vetëm një nga pasojat, citon doktoresha Sue Petcock, sipas Metro.co.uk. Ndërsa flini, sistemi juaj imunitar prodhon substanca mbrojtëse si citokinat që luftojnë infeksionet. Trupi i përdor këto substanca për të luftuar bakteret dhe viruset. Këto citokina gjithashtu ju ndihmojnë në të flini, duke i dhënë sistemit imunitar më shumë energji për të mbrojtur trupin tuaj nga sëmundjet. Nëse nuk flini të paktën 6 orë, trupi juaj nuk do të prodhojë mjaftueshëm citokina, gjë që zvogëlon reagimet e trupit ndaj infeksioneve. Pra ndjeshmëria ndaj sëmundjeve rritet dhe ju bën më të prekur edhe më të vështirë gjithashtu rikuperimi në shëndetit tuaj.